e njëjtë. Dashi do të përballesh me një situatë që nuk e kontrollon dot, sa më shumë përpiqesh ta shtysh, aq më shumë të kthehet kundër. Sot më sot të tërhiqesh, jo të luftosh çdo gjë. Demi dikush po të shfrytëzon durimin, e di, por po bën sikur nuk e sheh. E njëjtja të detyron të vendosësh kufi, ndryshe do të dalësh i humbur. Binjakët ke luajtur në dy fronte dhe tani po të mbyllet një rader. Një vërtet del në pa dhe nuk do të pëlqej. Mos u justifiko, pranoje. Kaforja, u jep shumë dhe po merr pak. Kjo ditë të hap syt në mënyrë të dhimbshme. Nëse nuk ndryshon qëndrim, do të vazhdosh të lëndohesh. Luani, krenaria po të pengon të shohësh realitetin. Dikush nuk është më në anën tënde dhe sinjalet kanë kohë që janë aty. Sot është dita e përballjes. Gjyresha, gjyrat nuk po dalin sipas planit dhe kjo të çmend, por problemi nuk është situata, je ti që kërkon kontroll absolut, lësho pak ose do të shpërthesh. Shorja, do detyrohesh të zgjedhësh mes rahatisë dhe të vërtetës, nuk mund të vazhdosh të bësh sikur gjithçka është në rregull. Një marrëdhënie kërkon vendim. Akrepi, një sekret rrezikon të dalë në dritë dhe këtë herë nuk e kontrollon dot situatën. Kujdes me reagimet impulsive, mund të përkeqësosh gjithçka. Shqetari, po ikën nga një problem që të ndjek kudo. Sot të kap nuk ka më justifikime, vetëm përballje. Sa më shumë ta pranosh, aq më pak do të dëmtohesh. Britsjapi, puna nuk po t'jep atë që pret dhe kjo të zgënjen. Por ndoshta ke investuar në drejtimin e gabuar. Është momenti të rishikosh gjithçka. Po mendon shumë dhe po vepron pak, një mundësi kalon përpara syve dhe ti heziton. Sot ose vepron ose humbet. Peshqit, iluzionet po bien një nga një. Nuk është dita më e bukur emocionalisht, por është dita që të zgjon. E vërteta dhëm për të shliron.